Live from Tirana. Live from Tirana. Përshëndetje të gjithë dëgjues të dashur të Top Albania Radio dhe Live from Tirana në këtë të mërkurë të datës 17 shtator 2025. Unë jam Ronaldo Sharka, ju uroj të gjithëve një të mërkurë të bukur në vazhdim dhe do jemi së bashku për gati 120 minuta deri në orën 12:00 për të trajtuar gjithçka ndodh në vend dhe jo vetëm, por që her pas here fokusohemi në tema që duken sociale, duken në këtë popullin ton kështu shumë klishe që bisedohen shpesh në kafe, por kur trajton aspektin shkencor, psikologjik, marr një tjetër vëmendje dhe një tjetër shpjegim profesional se në fund ditës gazetarët duhet të shërbejnë për të informuar dhe edukuar publikun. Eduard Tafa, psikolog, mirë se vjen në Live from Tirana. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Si je ti? Mirë, faleminderit. Si ishte kjo verë për ty? Ka qenë një verë u themi goxha e ngrohtë dhe normalisht e ndar koha midis punëve, midis domethënë sidomos pas ditëve për të krijuar pak më tepër kohë dhe për familjen apo njerëzit tonë të afërt, miq, të shoqërinë e tjerë, por dhe pak pushime. Por kryesisht gjithmonë lokomotiva është puna. I përdor e ul automatin, thon kjo në thonin sa një psikolog gjatë pushimeve, apo e përdor edhe aty trurin për të studiuar pak në aspektin psikologjik të si mund të funksionojnë ato që mund të ketë pacienti, se pas nesër apo i ka gjatë pushimeve, si trajtojnë shqiptarët pushimet, e shef dhe aty si një rast studimi social, i vëre detajet si reagojnë, si pushojnë, si japin makinën, si reagojnë në trafik. Këto janë fenomene të pashmangshme, domethënë në përditshmërinë tonë, këto burit ose ai trafiku i rënduar i ditës ose dikush tjetër që bën pak manovra më të tepruara apo muzika e natës që shpesh herë është në nivele shumë të larta, por kur jemi për pushime koha shumë e limituar dhe domethënë tentojmë të zgjedhim personat gjithmonë të cilët janë më pranë nesh në ngjashmëritë tona dhe për kaluar disa ditë pushime të mira. Po gjithandaj. Syri është gjithmonë vëzhguar sepse edhe e drejta që ja ka dhënë Zoti, por edhe funksioni biologjik është të shikojë dhe të krijojë ndasi, domethënë midis zgjedhjeve dhe të qenurit selektiv në përditshmërinë tonë. Por normalisht nuk kalojmë në atë terrenin klinik. Qartë. Mirë, tema që do të flasim sot është shumë interesante dhe në mënyrë absolute nuk duhet të bëni zapping në radio, as në ditët tjera për sot, jo. Do të flasim për psikologjinë e bestytnive, shqiptarët dhe raporti dhe fiksimi i tyre në thonjza me objekte që nuk kanë asnjë bazë shkencore, që besojnë në disa vende teori, siç mund të jetë fallxhoria, siç mund të jetë magjia zez, filxhani, apo disa teori të tjera që dua të mi elaboroni dhe shtroni sot në program. Tani psikologjia e besytnive është psikologjia e tani besytnive. si definicion, pra ne mund ta përmbledhim me pak fjalë. Zakonisht janë besime ose po themi praktika apo rituale iracionale të cilët disa njerëz i përdorin në jetën e tyre të përditshme, duke lidhur me ide, vende, objekte, portrete apo forma të tjera që mund të jenë dhe të padukshme, me idenë që do ndikojnë në fatin e tyre. Pra, më tepër ne i shikojmë në aspektin psikologjik të ndikimit të tyre, sepse pra janë praktika apo rituale të cilët nuk kanë një bazë ose provë shkencore. Pra shkenca nuk i ka vërtetuar dot, por i ka arritur të japë shpjegim duke i parë se kemi nevojë të besojmë në figura, portrete, objekte që nuk kanë një bazë shkencore, por ne zgjedhim të besojmë që ndoshta në subkonsciencën tonë e dimë që nuk ka një bazë shkencore për të na shpëtuar jetën. Ndërkohë ne mund ta shpëtojmë vetë jetën tonë. Kjo ka disa arsye. Po themi nga disa nisim me një arsye e cila është më evolucionare dhe më historike për sa i përket kronologjisë po themu dekadave. Sepse po ta shikojmë si fenomen nuk është domethënë fenomeni i kohës fundit, por rrënjët i ka që po themi shumë shekuj më përpara. Për shembull po ta shikosh në mënyrën për shembull që në Egjiptin e lashtë, për shembull besonin që thyrja një pasqyre, pra do sillte 7 vite e terës, 7 vite e terës. Nga Egjipti i lashtë, për shembull vim në Greqinë e lashtë, ato besonin shumë në orakujt apo ogurët, të cilët apo dhe në mitologjitë e tyre, domethënë nëpërmjet zotave që kishin, në mënyrën se si do ndikonin për shembull e ardhmja e tyre, luftrat e tyre apo perspektiva e një shtetit. Nga Greqia e lashtë vim tek Roma e lashtë, ato besonin kryesisht ishin të orientuar në fenomene natyrore, tek zogjt dhe po themun tek rrymat ajrore të cilët mendonin që do sjellin ndryshime apo do sjellin fatkeqësi apo dhe do përcaktonin fatin e një vendi. Më pas zbresim tek pjesa psikologjike. I pari që e ka studiuar, po themi në psikologji, ka qenë Frederick Skinner, i cili e ka parë në psikologjinë e kushtëzimit. Pra, sipas teorisë së psikologjisë së mësuarit,
Pra thuhet që kur një rastësi, do të thonë bashkohet me një veprim dhe kjo arrin, do të thonë të ndikojë pozitivisht apo negativisht një situatë të caktuar, merret si një sjellje e përforcuar dhe krijon një kushtëzim të caktuar. Pra, për ta marrë si një element më të thjeshtë për ta kuptuar dhe publiku. Po marrim një element të thjeshtë të ditëve sotme, për shembull një lojtar futbolli, që nëse në një ndeshje të rëndësishme është futur në fush, po themun me dy çorape të ndryshme, një të bardhë dhe një të kuq, dhe ka fituar dhe ka bërë një gol apo ka qenë decisiv në ndeshje, mund të krijohet një besim i kushtëzuar që sa herë që mund t'i vesh, domethënë në të njëjtën mënyrë këto çorape, mund të kemë dhe fat dhe herën tjetër për shënuar dhe për qenë decisiv sërish në ndeshje. Ka shumë në fakt që bëjnë këtë që në intervista pune apo në dalje të rëndësishme televizive apo në provime mund të mbajnë objekte apo një bluzë apo një t-shirt që mendojnë dhe besojnë që mund të sjellë fat. Kjo quhet psikologjia e kushtëzuar, më the, besimi i kushtëzuar si ishte termi. Do të thonë mund të jetë një sjellje e kushtëzuar, pra apo besimi i kushtëzuar e njëjta gjë është, pra ku njerëzit mendojnë që pasja një elementi të caktuar që mund të jetë metalik, mund të jetë objekt, mund të jetë tekstil, pra është ajo që do t'i sjellë fat, domethënë edhe herën tjetër. Ka qenë një rastësi, por mënyra se si interpretohet dhe besohet, domethënë në aspektin kognitiv të personit dhe mënyra se si ndikon kognicioni në emocionet e personit, krijon pikërisht këtë sjellje të kushtëzuar. Qartë, më pëlqyen shumë paralelizmat që bëren me Romën e lashtë, romakët, me Egjiptin e lashtë gjithashtu, por do shkojmë pak në reklama dhe menjëherë do të rikthehemi pak në Shqipëri. Ndodhin shumë rituale të çuditshme, bestëdhënie të çuditshme në Shqipëri, saqë ndonjëherë fatkeqësisht harrojnë dhe Zotin dhe veten patjetër, duke besuar në objekte apo vende që mund të ndryshojnë natyre jetën. Çfarë është kjo? Si mund ta shërojmë këtë dhe si mund të rikthehemi në realitet? Menjëherë pas reklamave. Rikthehemi sërish në programin 10:22 është ora eksakte në këtë moment, jeni duke dëgjuar live from Tirana dhe jemi duke diskutuar sot për shqiptarët dhe psikologjinë e bestëdhënive me psikologun Eduard Tafa. Eduard, edhe pse duket sikur sot ka më shkollim se dikur, pse vazhdojmë ende në shqiptarët besëm tek syri i keq, tek magjia e zezë, tek mallkimi? Ma shpjegon dot? Ka arsye. A ka fakte për shembull që mallkimi të zë, a ka fakte mbi magjinë e zezë, a ka fakte çfarë syri i keq njëherë për ta shpjeguar dhe shqiptarëve? Se të gjithë trombe me syri i keq, vendosim hudhra, blejmë një makinë të re, vendosim një patkuakali, bëjmë një shtëpi të re, vendosim hudhrën. Tani ka faktorë të ndryshëm, por unë do të shikoj pak në pikpamjen, domethënë e trurit, pra se si arrim që ne po themi ti interpretojmë informacione të tilla, të cilët na janë serviru që nuk është se i kemi krijuar ne që jemi brezat e sotme, mund të jemi brezi i hershëm, domethënë në disa dekada jetë, por normalisht nuk është se i kemi sjell ne. Tani truri në ndërtimin e vet biologjik është ndërtuar për të parandaluar, domethënë për të mbajtur personin në mbijetesë. Pra dhe truri është ndërtuar për të parandaluar çdo lloj rreziku, por jo për të logjikuar çdo lloj rreziku. Edhe praktikisht, domethënë kur ne flasim për besytnit, domethënë është nevojë që ka truri për të shpjeguar të panjohurën dhe nevojë që ka për kontroll ndaj asaj që praktikisht nuk arrin dot ta mbajnë në menaxhimin e vet. Pra, ndaj një situate që nuk ka, domethënë një fushpamje të caktuar, mbi këtë mund të ndërtojë një terren komplet me supozime të caktuara. Dhe e parë në këtë këndvështrim, për shembull një faktor shumë i rëndësishëm kognitiv është negativiteti i bies, që është prirja e trurit për të menduar negativisht ndaj një situate që nuk është në kontrollin e vet dhe nuk ka siguri mbi situatën për ta zgjidhur, ose situata është e panjohur. Pra qoftë edhe kur ne kemi një ndjesi të caktuar në trupin ton, duke qenë se ne nuk e dim origjinën dhe burimin e kësaj ndjesie, tendenca e trurit është ta paragjykojë dhe menjëherë ta akuzojë që ti mund të jesh një forcë e pa dashur ose një forcë negative në trupin tim. Pra, e parë si faktor, domethënë kognitiv. Në faktorin kognitiv është edhe iluzioni i kontrollit, sepse ndaj një situate apo një rasti, domethënë ku ne mund të ndikohemi, qoftë edhe nga një nga gjëra që u përmendë pak më sipër, nga macja e zezë apo nga ajo hudhra apo nga elementet e caktuar që ne i vendosim për shtëpi, pra vjen si rrethoj e iluzionit të kontrollit të personit, ku personi mendon duke vendosur një objekt të caktuar, mendon që ka situatën në kontroll, që kjo gjëja e vogël është ai syri magjik që mbron nga syri i keq i dikujt që mund të dojë për shembull jo të mirën e tij ose ka një energji negative për të. Kemi tjetër mendimi magjik. Pra që jemi prapë në faktorin kognitiv. Është mendimi magjik. Sepse mendimi magjik praktikisht orientohet në drejtime të caktuara,
ku personi duke marrë një objekt me vete, duke patur pranë vetes, pra kudo që të ikë dhe kudo që të takoj, mendon që e ka si një lloj mburoje të padëpërtueshme ndaj energjisë që mund t'i ofrojë një person tjetër apo ndaj mllefit apo zhgënjimit që mund të ketë personi tjetër ndaj tij. Apo në një farë mënyrë është prapë mburojë për sukseset arritshme që mund të ketë bërë në këtë moment për të mos lënë tjetrin të depërtojë. Kalojmë më pas në faktorët po themi social dhe kulturor. Kur ne themi si faktor kulturor është po themi transmetimi ose po themi një lloj testamenti breznor që ne kemi nga brezat e kaluar. Shumë gjëra për shembull ditën e sotme, si tek unë, tek ju dhe ke shumë njerëz që na ndjekin. Pra, jemi rritur në familje që na kanë thënë për shembull, kujdes mos e bëj këtë sepse është keq. Po mos dil natën, mos shifte pas qyra natën. Po të marr për shembull një shembull. Për shembull, më ka ndodhur mua personalisht që më thënë që në mbrëmje, duke prerë thotë që mund të kisha një, domethënë, nisje hershme në mëngjes për të ikur jashtë vendit, duke prerë thotë në mbrëmje, kujdes kur i prerë thotë se mbrëmja është keq. Po. Dhe duke qenë se ne nuk e kemi plotësinë e këtij informacioni dhe vërtetësinë e informacionit, dhe normalisht mund të drejtohesh një pyetje. Po pse është keq? Po kështu kanë thënë parët tanë. Nuk ka kurrë përgjigje. Thjesht kështu është. Po të parët tanë nga e kanë marrë si informacion. Po ua kanë thënë parët e tyre. Po nga e kanë këtë drejtësi si është vërtetuar kjo? Jo po kështu kanë thënë. Po fakti që e kanë thënë jo domosdoshmërisht është e vërtetë. Po të hulumtosh pak më tepër, domethënë si në linjën e psikologjisë së besutnive. Për prerjen e thojve, praktikisht gjendet diku, domethënë një mënyrë shpjegimi, por jo një teori e vërtetësisë. Por shpjegimi është, domethënë eventual. Çdo thotë, shihet si shpjegim sepse kohët më përpara, domethënë dekada apo shekuj më përpara, duke qenë se njerëzit jetonin domethënë pa drita, edhe në mbrëmje nuk lejohej prerja e thojve apo çdo gjë tjetër që mund të përdoret brisku për arsye sepse duke qenë se është errësirë mund dëmtoje ose mund të krijojë një plagë në trupin tënd, kjo krijon gjakdere dhe krijon probleme shëndetësore. Por jo se lidhej, domethënë me një ligj të caktuar, i cili praktikisht duhet jetë i prerë që ti në mbrëmje nuk duhet prezësh thojt apo nuk duhet të bësh larje apo të bësh rituale të caktuara. Pra, këto kanë ardhur domethënë të huazuara nga, po themi, ky transmetimi i brezave ndërkulturore të tjerë, që normalisht domethënë ka dhe shumë të tjera. Po pyetja është pse të rinj sot ende i besojnë, se ke shumë të rinj që janë të fiksuar pas këtyre detajeve. Prandaj po themi që pse mënyra e besueshmërisë ndaj një rituali të caktuar, domethënë është sa element kognitiv, pra në mënyrën se si ne arrim të interpretojmë, sepse ka shumë e shumë supersticione të caktuara, të cilën personi ndoshta i ka shmangur gjithmonë ose i ka kryer në mënyrë të sforcuar, domethënë thjesht për të mos u përballë me të dhe për të mos mësuar të vërtetën. Pra, sepse është mënyra se si asociohet mendimi yt, elementi që ke përballë dhe ajo që ndodh më pas, është një asociim i disa elementeve bashkë që e kthen një domethënë besim më pas që ky besim është një interpretim subjektiv i personit, nuk është një e vërtetë absolute që ka ndodhur, po personi je fuqinë e bindjes. Eduard, kam diçka shumë të rëndësishme për të sqaruar, se besoj që pavarësisht gjithë shpjegimit shkencor që mund të bësh, patjetër unë vlerësoj, doja të më ndihmoje pak të iluminonim dëgjuesit dhe ato që do të na shohin më pas në platformat sociale. Unë nuk e di sa në kontakt je me këto gjëra që ndodhin në realitet, po në Shqipëri ka një frikë shumë të madhe, jo vetëm nga moshat e treta, nga të rritur, por edhe nga të rinjt, që mund të jenë prekur nga magjia e zezë, që besojnë që një vezë e gjetur në shtëpinë e tyre mund t'i shkatërrojë jetën apo fatin. Një bluzë e marrë nga ato mund t'i shkatërrojnë fatin. Dhe jo pak raste kemi të gocave që marrin bluzat e çunave, këtë ta them unë me përgjegjësi të plot nga realiteti, dhe ikin ato, i këndojnë, quhet këndim ky gjëra. Domethënë çështja është si ta shpëtojmë ne këtë rini, këtë shoqëri, duke mos besuar në gjëra të pabazuara dhe duke mos u futur më pas në një agoni dhe duke besuar që jeta e tyre do të shkojë ters, aq sa edhe mund të ndodhi diçka e tmerrshme, sepse dikush i ka bërë magji. E kuptoj. Është një pyetje shumë e rëndësishme dhe të falenderoj domethënë që e drejtove si pyetje për arsye sepse është po aq e rëndësishme po aq edhe e ndjeshme nga gjithë ato që na ndjekin. Tani edhe magjia e zezë, por domethënë po vendosim edhe macën e zezë, praktikisht i dëgjon në përditshmëri apo në kontakte me njerëz që të pyesin apo janë shumë kureshtar, ndoshta të friksuar pikërisht nga këto gjëra. Tani shkenca nuk ka arritur të shpjegojë me baza të vërteta shkencore. Pra, më tepër i shikon si produkte, domethënë apo shpjegime psikologjike si fenomen, sesa të vërteta shkencore, të cilat ka të dhëna empirike ndaj tyre. Vin tani ke pjesa e besueshmërisë. Pra, ne përmendim disa faktorë më sipër për sa i përket besueshmërisë së tyre.
interpretimi që i bëhet një situatë të caktuar, në këtë rast po themi për magjinë e zezë, dhe forca që besohet mbi të, është domethënë e egzageruar dhe e pabazuar. Unë për ta thjeshtuar dhe për të mos përmendur terma klinik apo për të futur në struktura të ndryshme të trurit, të cilët bëjmë sa më të kuptueshëm. Ta bën. Po them, pjesa më e madhe e njerëzit, unë dua të them të gjithë njerëzit, kanë dëgjuar mbi efektin placebo. Efekti placebo zakonisht përdoret në mjeksi, që doktori të jep një pilulë që është sheqer dhe nuk ka asnjë lloj elementi apo medikamenti kimik brenda, një forcë farmakologjike, që personi vetëm duke ditur që ajo është një pilulë shëruese e dhënë nga doktori, e merr dhe e shikon që natyra e tij e dhimbjes apo e besimit i tij nuk vjen si rrjedhoj, domethënë si një element organik, por burimi i saj është me natyrë psikike, si në rastin e magjisë së zezë. Pra dhe personi kur e merr këtë pilulën placebo, ai thot po, ndihem më mirë dhe besimi që jep pilulës placebo, dhe pse ajo në të vërtetë nuk ka asnjë lloj funksioni shërues, arrin të shërohet nëpërmjet kësaj. Kjo është njëra anë e medaljes. Në anën tjetër të medaljes, pra, kemi, domethënë, në njërin anë është placebo, në anën tjetër është nocebo. Ku është pikërisht besimi i tepruar që ky element që unë sapo hëngra, ky element që sapo mora, ky element që sapo pash, ai vendi që sapo shkela, ai personi që sapo preka, pikërisht, domethënë më ka ndikuar në këtë negativitet kaq mart dhe më ka shkaktuar këtë pasojë. Pra truri kërkon gjithmonë një lidhje shkak pasojë. Pra, kur jem në rastin e placebos ndikon pozitivisht, në rastin e nocebos ndikon negativisht. Pra, duke besuar fuqimisht mbi diçka që praktikisht nuk ka, domethënë, një bazë shkencore apo vërtet një ndikim të drejtë për drejtë, por fuqia e besimit që ne japim asajt krijon pikërisht këtë lloj kufizimi ose kushtëzimi në mendjen tonë dhe më pas nëse kjo nuk arrin, domethënë, të normalizohet pas disa javësh, por është akoma më përforcuar, kërkon një takim me psikologun për të bërë konsultën e parë dhe për të vazhduar për ta trajtuar si element kognitiv. Qartë, jam shumë kurioz të di nëse të kanë ardhur pacient dhe të thonë që ka magji të zezë dhe çfarë i thua ti, por përgjigjen do më japësh më një herë pas një bloku të shkurtër reklama. Shkëtejmë pas pak në program. Dhe nëse sot keni lënë ndonjë takim me fallxhorën tuaj për të parë filxhan apo për të parë letra tarot, dua që Eduard, ti psikolog që kemi në studio, të më shpjegoj pak lojën psikologjike që bëjnë fallxhorët, që paguhen në fund të ditës, marrin lekë dhe jo pak lekë, 50 euro seanca, 100 euro seanca, 10 klientë në ditë 20, vajti ditë goxha para në fund të ditës, pra është biznes dhe njerëzit këtë duhet ta kuptojnë. Cili është truku psikologjik që funksionon dhe me sa duket funksionon që fallxhorët, ose nuk e di se quhet në term psikologjik, përdorin ndaj viktimave të tyre? Në fakt nuk e kam një eksperiencë të tillë, por do shikojmë pikpamjen psikologjike, jo atë popullore, por në pikpamjen psikologjike, që në psikologji njihen si efekti Barnum, pra persona që tentojnë të parashikojnë fatin e dikujt tjetër. Zakonisht informacioni që jepet në këtë rast është një informacion tejsisht i përgjithshëm, që detyrimisht në një informacion të përgjithshëm jetësor, secili nga ne mund ta gjejë veten në disa rrjeshta të caktuar. Dhe normalisht kur personi, domethënë, kërkon të mbështetet nga një ndihmë e tillë e një personi tjetër, në këtë rast shihet gjithmonë pikpamja psikoemocionale e personit dhe sa i gatshëm është ai që ka zgjedhur për ta marrë pikërisht këtë shërbim apo domethënë këtë komunikim, të cilin ai ka kërkuar. Por tek kësaj është domethënë të një fenomen tjetër që shpjegohet po psikologjikisht, domethënë cold reading, që zakonisht personi që e transmeton këtë parashikueshmëri të fatit ndaj një personi tjetër, gjithmonë është domethënë zgjedh element të caktuar, qoftë domethënë ndjeshmëria emocionale, qoftë domethënë në niveli kognitiv që ka personi, qoftë domethënë mimika e fytyrës, qoftë domethënë, pra janë elemente të cilët vëzhgohen me anë të syrit dhe për të parë këto të gjitha bashkëkohen me nevojën e personit. Dhe normalisht besueshmëria që ka individi më pas i kthen domethënë në ligje, domethënë të sakta që thot, "Okej, unë jam përballë një personi që ky arriti të identifikoj të gjithë gjërat e mia domethënë për cilat unë vuaj dhe vërtet mund të ketë domethënë prezencën apo intuitën apo një shisë të tepërt për të arritur domethënë për të ndihmuar dhe për hapet e mi vijues apo dhe duke përfshirë persona apo anëtar të tjerë familjar, domethënë të subjektit që kërkon në këtë rast ndihmën. Ajo që do thoya Ronaldo është edhe diçka shumë e rëndësishme. Sepse e nisëm emisionin se njerëzit i besojnë. Ka arsye të ndryshme, shumë prej tyre ne i shpjeguam, por duhet të shtoj edhe diçka tjetër. Vetruri si organ, domethënë është studiuar nga shkencat dhe nuk ka arritur domethënë të studiohet plotësisht.
ne po themi që është studiuar pjesërisht. Edhe ky vakum kaq i madh, domethënë që ende është mister edhe për botën shkencore, pra për ta studiuar, shpesh na krijon domethënë një hapësirë shumë të madhe për të mbushur pikërisht me elemente të caktuara, të cilët njerëzit nuk arrin dot të japin domethënë një shpjegim shkencor dhe orientohen kryesisht nga komunikimet, nga transmetimet, domethënë të cilët janë sa popullore, sa breznore, sa kulturore, të cilët domethënë na vijnë edhe nga brezat e kaluara. Pra, kjo është një arsye domethënë që ndikon shpesh tek njerëzit për të nxitur edhe më tepër për të besuar praktikisht gjëra për cilën nuk janë përballur me to dhe nuk e dinë akoma vërtetësinë e tyre. Të rikthehemi pak tek pyetja që unë të bëra para se të shkonim në bllokun publicitar. Të ka ndodhur që të vinë pacient në klinikën tënde dhe të thonë që ka magji të zezë dhe jeta po më shkon shumë tërës. Çfarë këshillon ti, apo nëse s'të ka ndodhur, si do veproja nëse të ndodh? Patjetër që ka raste, sepse jetojmë në një shoqëri dhe një kulturë që i beson këto gjëra. Kryesisht në Ballkan besohet shumë. Unë mendoj që po themi në shumë kontinente momentalisht ka, domethënë besueshmëri, domethënë të lokalizuar në domethënë opsione të ndryshme, po themi. Okej, por ne mbesim domethënë në popullatën tonë. Tani është e pashmangshme si pyetje, por do bëjmë një diferencim. Domethënë, kur ne bëjmë atë analizën klinikë, domethënë të rastit, duhet nisur gjithmonë nga konteksti kulturor. Cili është ndryshimi midis, po themi, me që më drejtove, domethënë si psikolog, cili është ndryshimi midis një psikologu shqiptar dhe një psikologu europian apo amerikan? Me gjithë profesionalizmin që kanë, nëse për shemb, jo nëse, po ka patur shumë raste të cilët orientohen në banimin ku janë në Europë, shkon takon psikologun dhe i mendoj që mund të më ketë bërë dikush imagji. Psikologu europian nuk arrin ta shijojë në kontekstin kulturor të personit, por duke u bazuar mbi kontekstin e literaturës shkencore, ai nuk e njeh si fenomen. Dhe automatikisht ai ngre një pikë pyetje mbi diagnozën që mund të vendosë mbi personin, që shpesh herë është e gabuar. Kur vjen domethënë një psikolog shqiptar, ne shikojmë në bazë të kontekstit kulturor fillimisht pyetjen mbi cilën na drejtohet. Edhe parë pikpamjen e kontekstit kulturor, ne na jep mundësinë dhe komoditetin për të zgjeruar edhe më tepër deri në rrymën e saj, domethënë që mund të jetë fituar si një lloj frike apo si një lloj besimi gjatë rrugtimit të jetës. Pra, ndryshimi i kontekstit është shumë i rëndësishëm sepse duhet parë mbi kontekstin e kulturës mbi cilën ngrihet pyetja. Dhe të gjithë këto rituale që ne përmendim, domethënë ato nga fillimi i bisedës deri tani, duhen parë domethënë sa ndikojnë tek jetesa e personit, sa ndikojnë në cilësinë dhe funksionimin e tij në jetën e përditshmërisë, sa kohë marrin nga ai, sa ndjehet i kufizuar prej tyre, sepse nëse ato janë si po them një bisedë momentale, domethënë aktualitetin e ditës, dhe nuk e pengojnë, kjo shihet si normalizim sepse me kalimin e kohës u humbet këtë lloj efekti. Dhe pak a shumë po themi shihet si një ndikim kulturor ose një identitet kolektiv që mund ta ketë shoqëria. Por në momentin që ata bëhen të shpeshtuara dhe kthehen në besime fikse, ku besimet e tij që ai mendon fillojnë marrin kontrollin e sjelljeve të personit, në këtë rast ai kryen rituale të shpeshta dhe këto rituale arrin të ndërhyjnë fuqimisht në jetesën e tij, këtu pastaj ne duhet ta shikojmë domethënë në një sy më klinik rastin, sepse mund na kalojë edhe në një çrregullim apo divim tjetër që normalisht kërkon më pas trajtimin klinik të rastit. Qartë, në lidhje me temën e sotme, duke qenë se kemi edhe ende 2 minuta kohë në dispozicion, çfarë është shumë e rëndësishme për të thënë dhe çfarë do të këshillojë shqiptarëve lidhur me psikologjinë e besytnive? Unë mendoj që një nga gjërat domethënë që është shumë e rëndësishme është pjesa e informimit dhe psikoedukimit mbi atë që kërkojnë. Do sugjeroja që domethënë në raste të tilla, domethënë nëse duan të bëjnë domethënë atë hapin e tyre të parë, është shumë e rëndësishme që të lexojnë pak më tepër nga burime të besueshme, të zgjerojnë diapazonin e tyre informativ mbi këto raste, të shikojnë domethënë të vërteta shkencore të asaj të atyre pretendimeve, supozimeve që kanë. Por për te leximeve të cilet mund t'i bëjnë në mënyrë individuale, është shumë e rëndësishme dhe kontakti dhe konsulta profesionale, sidomos me psikologun, i cili sot po fiton një rol shumë të rëndësishëm dhe psikologu nuk shihet më si ai personi që ka nevojë për psikolog, por është një zgjedhje shumë e rëndësishme, sidomos dëshmëri dhe nevojë jo vetëm kulturore, por si një ndihmë shumë e madhe personale, sepse çdo lloj problemi i evidentuar në kohë mund të parandalohet. Më pas është shumë e rëndësishme domethënë nëse ka vijuar për ta trajtuar dhe për ta shëruar plotësisht rastin apo gjendjen momentale të individit.
Qartë. Mirë, unë të falenderoj shumë që ishe sot në Live from Tirana. Të uroj një të mërkurë të bukur në vazhdim dhe uroj që të kemi bërë një punë të mirë sot në program. Falenderoj shumë për ftesën. Për të edukuar sadopak dëgjuese dhe ato që do të na ndjekin më pas në të gjitha platformat tona sociale që janë të shumtë. Dhe jo vetëm. Mirë, shkëputemi këtu, rikthehemi pas pak në Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka.